Ish-krerët e UÇK-s në Hag duhet të shpallën të pafajshëm. Kështu tha ish-zëvendës ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit James Rubin në një intervistë për media. Ky tribunal duhet të bëjë gjën e duhur, duhet i shpall ata të pafajshëm dhe pastaj Shtetet e Bashkuara së bashku me Evropën duhet të ulen me udhëheqësit e Kosovës dhe të Serbisë dhe të rregullojnë këtë problem. Rubin, që ishte dëshmitari i mbrojtjes së Thaqit në Hag, tutje deklaroi se liderët e UÇK-s po fajsohen për gjërat që ata nuk kishin kontroll. Ishte shumë e qartë se zotri Thaqi, një djalë i ri në atë kohë, nuk kishte kontroll mbi asgjë. Gjatë një interviste, Rubin po ashtu tha se u befasua nga gjyqtarët në Hag, gjatë dëshmisë së tij pro Thaqi. Gjyqtarët për befasin time më bën pyetje që më duken tepër të anshme, nuk tingëllonin si pyetje që kërkonin të gjenin fakte. Prokuroria duhet ta shtrojë akuzën e saj, mbrojtja ta shtrojë mbrojtjen e saj. Gjyqtarët supozohet që thjesht duhet të mbledhin evidencë në mënyrë që të bëjnë gjykimin më pas. Sipas Rubin, Ballkani është në një situatë të frikshme, por jo në një zonë lufte. Shënjestër.net